Jeni më lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Arlinda Sejdiu. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor për këtë edicion informativ. Marrëveshja për kufirin procedohet në kuvend pa ndryshime. Qeveria e LTA për mundësinë për t'u drejtuar arbitrazhit ndërkombëtar. Vetëvendosje mbledh pak protestues para kuvendit, por rriten zërat për eskalim të situatës. Adem Grabovci rrofet për përgjimet e pranon që ka ndihmuar në punësime, shprehet i gatshëm të përballet me drejtësinë. Zbulohen laborator për kultivim të narkotikëve, laboratorët ku rritej kanabis sativa ishin të sofistikuar. Qeveria e Kosovës më në fund e ka proceduar në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Mirëpo e ka lënë të hapur mundësinë që marrëveshja të korrigjohet nga palët apo që rasti të përfundojë dhe në arbitrazh ndërkombëtar. Mbledhja që parashit të mbajtë të mërkurën në mbrëmje u mbajtë të ejtë në mëngjes. Kryeministri Sa Mustafa u përkujdes që t'i thrasë anëtarët e kabinetit të tij para se në kuvend të mbledheshin deputetët. Bashkë me vartësit e tij ai dha vizën projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Gjatë mbledhjes kryeministri Mustafa ju referua dhe debatit të zhvilluar një ditë më parë lidhur me shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi. Pavarësisht asaj që u tha në këtë debat nga palët që kundërshtojnë vijën e përcaktimit nga Komisioni Shtetëror, a insistoi që Kosova nuk ka humbur asnjë pllomb tokë. Është vërtetuar se Kosova nuk humb asnjë pllomb me këtë. Ne kemi lënë mundësinë që herdo kur do nëse vërtetohet ndonjë paqartësi ose ndonjë themi fakt juridik mbi të cilin ne mund të themi se ndonjë pllomb e territorit ose ndonjë pjesë ka kaluar andej, ekziston mundësia që me mirë kuptim me Malin e Zi ta rishërtojmë dhe ta rregullojmë edhe atë çështje. Mustafa ka përmendur edhe arsyen pse Kosova duhet të ratifikojë këtë marrëveshje. Për neve është me rëndësi themelore që të ratifikojmë marrëveshjen për demarkacionin, që të krijojmë kushtet fëqinësisë mirë dhe të stabilitetit me Malin e Zi, sepse është një vend i cili na ka përkrahur vazhdimisht dhe me cilin kemi pas marrëdhënie të shkëlqyeshme, vend që tani po pranohet në NATO. Në kuvend ky projektligj është proceduar në formë të rregullt. Prezantimin e projektligjit para kabinetit qeveritar e bëri ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Dispozitat e kësaj marrëveshje mund të ndryshohen sipas procedurës së njëjtë paraparë për miratim. Me pajtimin e palëve, për ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes mund të kërkohet edhe arbitrazh ndërkombëtar. Marrëveshja për kufirin shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi e nënshkruar në Vjenë më 26 gusht të vitit 2015 dhe dokumentacioni zyrtar i Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit shtetëror në mes të Kosovës e Malit të Zi janë pjesë e këtij projektligji. Pas debatit të djeshëm për demarkacionin mes Kosovës e Malit të Zi, sot përpos seancës plenare në Kuvendin e Kosovës kishte edhe protest. Lëvizja vetëvendosje përmes një thirrje publike kishte ftuar qytetarët e Kosovës që ta shprehin kundërshtimin e tyre para dyerve të Kuvendit, por numri i atyre që janë përgjigjur kësaj thirrje nuk ishte dhe aq i madh. Derisa para Kuvendit të Kosovës vazhdoi të mbajë protesta me flamur kombëtar, brenda në Kuvend kishte filluar seanca plenare. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti në emër të grupit parlamentar të kësaj partie e ka quajtur marrëveshjen e demarkacionit si marrëveshje për kapitullim. Kjo marrëveshje e faqit edhe hyjësit me homologët e tyre malazes është marrëveshje e kapitullimit pas një lufte të humbur ku ne jemi falë mundur. Se sa e duan pozit dhe opozit Amerikën, tregoi vetë Kurti. Jemi bindur që qeveria e Kosovës i ka shtetë bashkëmarrëveshjes. Edhe opozita, posa shërbim të vetëvendosje i duan shtetë bashkëmarrëveshjes. Çështja është që në Amerikë a doni Amerikën e Franklin Delano Rooseveltit edhe Martin Luther Kingut, a doni Amerikën e Al Capones dhe senatorit Perkop. Deputeti i pavarur Gëzim Kelmendi tha që qeveria të merr vendime burrërore të pranojë gabimin. Debati i tillë nuk ka pasur kur fakt pesha relevante për qeverinë e Kosovës, e rëndësishme që ai
ajo marrëveshje të ratifikohet sa më shpejt kuvendin e Kosovës. Ndërkohë, para kuvendit vazhdonte protesta e cila dominoi nga aktivistë të vetëvendosjes. Dardan Sejdiu, nënkryetari i kësaj lëvizje, deklaroi që janë kundër marrëveshjes së demarkacionit në malin e Zi, por jo kundër fqinjësisë me shtetin fqinj. Ne nuk jemi kundër fqinjësisë me malin e Zi, por jemi kundër që në emër të kësaj të amputohet territori jonë. Jemi kundër marrëveshjes. Jo vetëm Sejdiu kishte fjalën në këtë protestë. Ylli Hoxha nga vetëvendosje ka thënë që marrëveshja për demarkacionin do të ratifikohej nga kuvendi, por të mos ishin aktivistë që sipas tij ndaluan edhe penguan ratifikimin e saj. Po bën gati një vjet prej se në shkru kjo marrëveshje për demarkacion. Kjo marrëveshje ka pas të kaloj deri sot, po mos ishim ne, po mos ishit ju aktivist, po mos ishin qytetarët e Kosovës këmbgulës për ta pengu, për ta ndalu procedimin e saj. Xhelal Sveçla nga kryesia e vetëvendosjes ka dyshime që marrëveshja për ratifikimin e demarkacionit do të kalojë. Dorën zemër unë për veti nuk kam shumë shpresa, duke parë sjelljen e qeverisë që një kohë të gjatë, por megjithatë, e mira do të ishte që qeveria të ndryshonte mendje, të mos procedonte këtë lloj demarkacioni. Përkundër dyshimet të Sveçlës, pjesëmarrësit e kësaj proteste kishin edhe bindje të tyre. Jemi kundër miratimit dhe aprovimit të kësaj marrëveshjes për demarkacionin me malin e Zi. Patjetër që jam kundër sepse nuk kemi tokë për me fol. Kosova tashmë është shtet, të paktën shtet mundemi me i thonë. Protestës i bashkangjet edhe i pari i komunës së Prishtinës, Penda Meti, por i cili nuk kishte për të thënë asgjë para mediave. Mosfutja e ratifikimit për demarkacion bëri që kjo protestë përfundoi e qetë. Kuvendi i Kosovës nuk është marrë me demarkacionin, por të paktën ka miratuar marrëveshjen për garanci financiare mes qeverisë së Kosovës dhe bankës për zhvillim dhe rindërtim për blerjen e autobusëve për trafikun urban në Prishtinë dhe marrëveshjen për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10. Këto dy marrëveshje shpërfaqën një marrëveshje tjetër të arritur me LDK-n dhe vetëvendosjen. LDK e vetëvendosje i kanë dhënë besa njëra tjetrës për të votuar dy marrëveshje. Të dy partitë e kanë mbajtur fjalën. Për një vit vetëvendosja akuzonte qeverinë për mos dhënie të garancisë që i mundsonte marrjen e kredisë për blerjen e 51 autobusëve komunës së Prishtinës për trafikun urban. Por tash vetëvendosja thotë se është rënguar të votojë marrëveshjen për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10 me kushtin që LDK të mbështesë marrëveshjen për autobusët. Kjo është pranjë e kompromiseve të rralla që lëvizja vetëvendosje. Për arsye se rrezikohet shumë që qytetarët e Prishtinës dhe të Kosovës përgjithësi për shkak të kësaj marrëveshje, nëse ne nuk e votojmë atë do të humbim shumë në marrëveshje tjetër. Prandaj detyrohet atë të vërtetën hapur. Kjo është arsyeja pse do ta votojmë marrëveshjen për këtë. Mirë po kushtimet i ka mohuar shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri. Ai ka shtuar se marrëveshjen do ta votonin për qytetarët e kryeqytetit. Dhe kemi thonë që mirë këshin me votu, dhe është një interesant. Një projekt i cili e tha ministri Fares Gjatë, 195 milion euro, që është një interesant. Këtë Kosovës, sigur që është edhe më vonë marrëveshja tjetër që është interes qytetarët Prishtinës. Por një ish-ministër që ka nisur bisedimet për rehabilitimin e hekurudhave pati sqarim për sa i përket krahasimit të këtyre dy projekteve. Marrëveshje që nuk shkon në favor të ekonomisë, por të lëvizjes ndërkombëtare, edhe të rëndësisë ndërkombëtare të cilën Kosova mund ta ketë në mjetin hekurudhor. Pra me të folë për një projekt shumë të rëndësishëm sa projekte lokale. Edhe për ratifikimin e marrëveshjes që mundsonte marrjen e kredisë nga Unicredit Bank Austria, që mundson modernizimin e shërbimeve të kardiologjisë invazive, u morën vesh këto dy parti. Kredi në vlerë prej 2.6 milion eurosh e arsyetoi ministri Abdullah Hoti. Me një kosto vjetore të kredisë për 1.1%. E gjithë kosto e gjithë pa u deri në fund të periudhës së kthimit kredisë është total 173.000 euro. Për një marrëveshje që ministri i jashtëm Enver Hoxha po e konsideronte të rëndësishme, LDK e vetëvendosje nuk u morën vesh, edhe përkundër që kreu i kuvendit Kadri Veseli kërkoi që të gjitha marrëveshjet të votoheshin në pako. I Ballkanit Perëndimor ka këto qëllime. Së pari të mbështesë bashkëpunimin rreth ndërsi, të mbështesë forcimin e lidhjeve e mes të shteteve të Ballkanit Perëndimor, të
mbështet integrimin evropian në Ballkanin Verior. Nga vetëvendosja dhanë arsyen për mos votim të marrëveshjes, që kishte të bënte me themelimin e fundit të Ballkanit Perëndimor. Marrëveshje kjo nënshkruar vitin e kaluar në Prag, e që qendrën do ta ketë në Tiranë. Nëse votohet ka ky kuvent, ja për servisin një adult shtesë, me cilin ka planifiku, pra ne pajisma të një armë ekstra, në kuadrë të arsenalit që tashmë e parë në dispozicion të përdohet kundër këtij shteti dhe ekzistencës së këtij shteti. Votat e deputetëve të vetëvendosjes mjaftuan që të miratojë edhe në marrëveshje tjetër, ajo Fulbright mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkëmbim akademik. Edhe raporti vjetor i Bankës Qendrore të Kosovës u miratua pa asnjë debat. Në kuvend ka folur sot edhe shefi i grupit parlamentar të PDK-s. Ai kësaj radhe ka rrëfyer për aferën e përgjimeve telefonike. Para deputetëve ka thënë se ato përgjime janë ripërtypje një procesi që ka nisur para 2 viteve nga EULEX-i dhe që është mbyllur në mungesë të provave. Mirëpo aty e pranoi se ka bërë një krim. Se për çfarë krimi bëhet fjalë e tregon kronika në vazhdim. Zgjodhi foltoren e kuvendit për të dhënë sqarime mbi dyshimet e përgjimeve të publikuar në medje për implikimin e tij në punësimin e militantëve të PDK-s dhe familjarëve të tyre. Se ka ndikuar në punësimin e shumë personave, e loboi në kalimin e shumë ligjeve e marrëveshjeve ndërkombëtare, e pranoi vet Adem Grabovci, shefi i grupit parlamentar të PDK-s, por këtë ai po e sheh si kontribut për shtetin. Nëse është vepër penale, nëse është krim për të kontribu për të hapë venet të punës, për të punësuar njerëz, unë atë kërkoj nga drejtësia, ja ku jam edhe unë jam i gatshëm të përgjigjem. Unë e them me vërtësi plot, dihem shumë mirë se kam kontribu për të kalu ligji edhe i Hoxhës, edhe i Prizrenit, edhe gjykata speciale, edhe vazhdimi mandatit të EULEX-it dhe shumë të tjera. Por Grabovci po konsideron se ka bërë vetëm një krim, ai dhe familja e tij. Ai krim, nëse mund të quhet i tillë, ka të bëjë siç ka thënë ai me angazhimin e tij për të mirën e vendit. E di se jam fajtor, vetëm për një arsye. Edhe unë, edhe familja ime, edhe prindërit e mi, edhe gjyshët e mi, sepse vetëm një krim në këtë jetë kem bërë. Se kur nuk jem pajtu me padrejtësi që janë bërë popullit tim. Dhe në vazhdimsi kemi dhënë një kontribut. Shefi si që quaj në përgjime thot se përgjimet e publikuara kanë qenë pjesë e një hetimi i cili është mbyllur tashmë. Kur nuk ka tentuar të dalë mbi ligjin, ka thënë ai. Por në vetvendosje nuk pranojnë arsyetimin e Grabovcit. Glau Konjuca e ka komentuar përgjimin e Grabovcit me prokurorin Bahri Hyseni. S'ka lidhje a ki konkuru, edhe nëse nuk ki konkuru, pa e dikti heq shefave të shtem konkurs. S'ka lidhje edhe nëse jenë rati 15. Nuk është në rëndësi as a dëm, as a nuk dëm, as a jenë profesionalist. Edhe nëse je i fundit, kime doli pare. Edhe sot është publikuar një bisedë telefonike mes Grabovcit dhe Njazi Kryeziut, nënkryetari PDK-s Dega në Prizren. Të dy vendosnin se kush duhet të jetë antar i bordit të ndërmarrjes së ujësjellësit në Prizren. Përgjimet janë bërë sebeb që kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi të takohet sot me kryeprokurorin e EULEX-it Claudio Pala. Në një njoftim për media thuhet se kryeprokurori i EULEX-it e ka ngarkuar prokurorin përgjegjës për rastin e ashtu quajtur të MTPT-s për të bërë një vlerësim të përmbajtjes së telekomunikimeve të përgjuara për të gjetur nëse ekziston ose jo dyshimi i bazuar për incizimin e hetimit për pohimet e përmbajtura që dallojnë nga ato për të cilat tashmë është marrë vendimi për ndërprirjen e hetimit. Raporti mbi këtë vlerësim do t'i dorëzohet kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi. Më pas, varësisht nga informatat e pranuara nga prokurori ndërkombëtar i çështjes, nëse nuk është bërë hetimi atyre telekomunikimeve nga kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, do të krijohet një ekip i prokurorëve nga zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, të cilët do të verifikojnë dhe analizojnë përmbajtjen e telekomunikimeve në mënyrë që të arrihet përfundime se a ekzistojnë elemente të ndonjë vepre penale të kryera nga subjektet e përgjuara të cilat mund të ndiqen penalisht. Nëse do të gjenden elemente të kryerjes së ndonjë vepre penale të cilat do të mund të ndiqen penalisht, prokuroria do t'i fillojë hetimet për ato vepra penale pavarësisht se nga kush mund të jenë kryer.
Pala kosovare dhe ajo serbe kanë biseduar në Bruksel për çështjen e pikalimeve kufitare, të cilat planifikon të ndërtohen sipas modelit të menaxhimit të integruar të kufirit. Ministrja Edita Tahiri ka thënë se ndërtimi i këtyre pikalimeve të përhershme të IBM-s do të fuqizojë sovranitetin e shtetit të Kosovës, si dhe do të përmbush standardet evropiane për menaxhimin e integruar të kufirit. Nën kryesimin e ministrës për dialog Edita Tahiri, dje pas dite është mbajtur takimi i radhës i bordit drejtues të projektit të IBM-it për ndërtimin e pikalimeve të përhershme kufitare në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Pjesëmarrës në takim ishin anëtarët e bordit drejtues të përbërë nga grupi shtetëror punues për marrëveshjen e IBM-it, përfaqësuesit e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe UNOPS si partner implementues i kontraktuar nga BE-ja. Qëllimi i këtij takimi ka qenë finalizimi dhe provimi i projekteve për pikalimet kufitare në Merdare, Brnjak dhe Mutivod, për të cilat sipas marrëveshjes së Brukselit për IBM dhe protokollit teknik, shteti i Kosovës është palë një koqire, ndërsa për 3 pikalime tjera kufitare, pala serbe është palë një koqire e projekteve ndërtuese. Në këtë takim, ministra Edita Tahiri ka folur për rëndësinë e ndërtimit të pikalimeve të përhershme kufitare sipas modelit evropian të IBM-it, duke vlerësuar se ky proces po zhvillohet sipas dinamikave të dakorduara në bordin drejtues të projektit. Sipas një njoftimi thuhet se ajo ka thënë se zbatimi cilësor dhe efikas i kësaj marrëveshje është një rëndësie të madhe shtetërore për qeverinë dhe qytetarët e Kosovës. Tahiri ka falendëruar BE-n për mbështetjen financiare dhe UNOPS-in për profesionalizmin e tyre dhe ka deklaruar se ndërtimi i këtyre pikalimeve të përhershme të IBM-it do të fuqizojë sovranitetin e shtetit të Kosovës, do të përmbushë standardet evropiane për menaxhimin e integruar të kufirit, do të lehtësojë kalimin e kufirit për qytetarët dhe bizneset, si dhe do të luftohen dukuritë e ekonomisë jo formale. Në komunikat thuhet se UNOPS-i ka prezantuar planet finale të këtyre pikalimeve, të cilat janë projektuar në pajtim me kërkesat funksionale të autoriteteve të Kosovës, respektivisht Policisë së Kosovës, Doganës së Kosovës dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. Ministra Tahiri ka theksuar se vizita studimore në Kroaci në pikalimin e Bajakova, që funksionon sipas modelit të IBM-it, ka qenë e rëndësishme sepse përvoja e marrën ka ndihmuar në avancimin e zgjidhjeve teknike, që përmbushin standardet e BE-s dhe japin mundësi Kosovës që këto standarde të ketë të plotësuara me kohë në rrugën e integrimit evropian. Ndrojmë temë të informacionit. Kanë filluar ankesat për pjesëtarët e grupit të Badovcit. Blerim Qela, avokati të arrestuarit Femi Musa, ka konfirmuar për Tribuna Channel se gjykata e apelit ka prishur vendimin e shkallës së parë për të kthyer çështjen e paraburgimit në rivendosje. Ishte paralajmëruar që për grupin e Badovcit, të cilët u dënuar me 49 vjet burg të bëheshin ankesa. Krehet kjo për faktin se avokatët e të akuzuarve konsideruan se dënimet e shqiptuara nga gjykata nuk janë të mbështetura me prova të mjaftueshme. Tribuna Channel ka kontaktuar me avokatin e Femi Musës, i cili ka bërë të ditur se sot ka paraqitur ankesën për klientin e tij. Blerim Qela gjithashtu tha që kjo është ankesa e dytë që e ka dorëzuar, pasi që gjykata e apelit e ka prishur vendimin e shkallës së parë duke kthyer çështjen e paraburgimit në rivendosje. Sa i përket mosës së paraburgimit është prishur vendimi, do të thonë që është miratuar ankesa jote. Në këtë rast gjykata e apelit ka vendosur që kthehet në rishqyrtim çështja vetëm sa i përket mosës për vazhdimin e mosës paraburgimit. Sepse ende nuk kemi bërë ankesa i përket gjykimit sa i përket vendimit mbi dënimin ose çështje tjera. Domthonë nuk kemi marrë gjykim me shkrim mërciane. Analezë të profileve të ndryshme kishin folur për vendimin e gjykatës të dhënë më 18 korrekt të këtij viti. Akia Abazi analizë kishte shkruar që ky vendim është tragjikokomik, sepse sipas tij nuk paraqiten fakte dhe të dhëna se këta persona pas kanë pasur lidhje me ISIS ose me ndonjë organizatë tjetër terroriste. Ai ka bërë thirrje që faktet të bëhen publike, përndryshe përgjegjësia për orkestrim dhe proceset të monitoruara mbetet tek sistemi gjyqësor. Kurse të kundërtën nga Abazi ka thënë për Tribuna Channel, Drizan Shala, njësi i çështjeve të sigurisë. Masa e shqiptuar ndaj këtij grupi ka efekte pozitive në njërin anë për stabilitet të organeve të drejtësisë që munden të shqiptojnë dënime me karakter të tillë, dhe që ndaj këtij vendimi kemi pasur edhe raportime në media ndërkombëtare. Dhe efekti tjetër lidhet me atë preventiv që lëm për të shpjeguar atyre të rinjve që nëse merrni rrugën e terrorizmit do ballafaqoheni me këtë mas të dënimit. Dënimi në këtë mas është i arsyeshëm dhe i përket peshës që e ka në opinion. Besnik Latifi, Gazmend Haliti, Milazim Haxhia, Femi Musa dhe Enes Latifi janë dënuar mbi akuzën që kishin shkuar te liçeni i Badovcit me qëllim të nxizojnë një video propagandistuese dhe të lexonin betimin ndaj udhëheqit të organizatës terroriste ISIS.
Ndërkohë, Prokuroria Speciale Malit të Zi për krim të organizuar dhe krime lufte ka konfirmuar se ka arrestuar Vlada Zmajeviqin, 27 vjeç nga Nikšići, me dyshimin se ka kryer krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë më 1999. Të dyshuarit në hapësirat e prokurorisë do ta marrë në pyetje prokurori special, pas të cilit do të merret vendimi për veprim të mëtejm, ka thënë prokuroria. Njoftimi për arrestimin e tij u dha më herët nga e përditshmja malajzeze Vjesti. Drejtori i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blaka, i tha Radio Evropa e Lirë se Vlado Zmajeviq ishte i pari në listë për krimet në zhegër të Gjilanit. Në bazë të hulumtimeve gjatë vitit 2000, Fondi ka dokumentuar se në këtë krim janë vrarë 6 persona me 29 dhe 30 mars 1999. Në bazë të asaj që ne posedojmë bëhet fjalë për 2 gra dhe 4 burra. Banorët e fshatit nuk i kanë njohur kryesit e veprës, por kanë qenë në gjendje të përshkruajnë pamjen, uniformat, megjithse nuk i kanë njohur ato ftyra, tha Blakaj. Ndërkohë, sot në orët të hershme të mëngjesit kanë filluar gërmimet në Zubin Potok, përkatësisht në fshatin Jabuk. Aty dyshohet për trupa të varrosur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Lokacioni radhës ku dyshohet për varrezë masive pas luftës në Kosovë ai në pjesën veriore të Mitrovicës ka filluar sot të gërmohet për të verifikuar nëse ka apo jo mbetje mortore. Prengjetaj nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit ka thënë për Tribuna Channel se orientimi i gërmimeve është në Zubin Potok në fshatin Jabuk. Gërmimet në Zubin Potok kanë filluar sot në orët e hershme të mëngjesit. Aty janë edhe përfaqësuesit e Komisionit për të Pagjeturit, si dhe ata të mjekësisë ligjore. Orientimi i gërmimeve është në pikën dyshuese për mbetje mortore në fshatin Jabuk. Pas kësaj presim vlerësimet. Lajmin për gërmimin në Zubin Potok e kishte konfirmuar ditë më parë për televizionin Besa Domi, zëdhënëse në EULEX. Gërmime ka pasur edhe në 3 lokacionet në kampusin universitar, të cilat kanë përfunduar tashmë dhe nuk është gjetur asnjë trup i varrosur gjatë luftës së fundit. Prokuroria Speciale ka ngritur sot akt akuzë pranë gjykatës themelore në Pejë për rastin Klina. 4 të pandehur akuzohen për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, shkelje kjo nga neni 422 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, 2 nga të pandehurit akuzohen edhe për veprën penale të mos raportimit apo raportimit rrem të pasurisë, të hyrave, të ardhurave, dhuratave, dobive materiale të tjera ose detyrimeve financiare, shkelje kjo nga neni 437 paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Akt akuza është ngritur nga një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës pas hetimeve të ndërlikuara të kryera nga Policia e Kosovës. Posta e Kosovës ka filluar ofrimin e një shërbimi të veçantë, pagesën e kësteve të kredive në të gjitha zyrat postare. Kjo është bërë e mundur në saje të marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar sot në mes të institucionit mikrofinanciar Start dhe Postës. Posta e Kosovës prej tani ofron shërbimin e ri, pagesën e kësteve të kredis në të gjitha zyrat postare. Tash e tutje, secili klienti i institucionit mikrofinanciar Start do të mund të paguaj këstin e kredisë së tyre në zyrën më të afërt të postës. Marrëveshja është nënshkruar nga kryeshefi ekzekutivi i postës Sejdi Hoxha dhe drejtori ekzekutivi i institucionit mikrofinanciar Start Vebe Zeqiri. Hoxha u shpreh se ky shërbim ka për qëllim lehtësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës, përkatësisht lehtësimin e kryerjes së shërbimeve. Ju dini që Posta e Kosovës ka vite që është licencuar si institucion mikrofinanciar jo bankar, që ka drejt të kryej pagesa vendore dhe ndërkombëtare. Në kuadër të kësaj licence që kemi nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ne po bëjmë shërbime të reja, gjithmonë me vetmin qëllim që ta lehtësojmë jetën e qytetarëve tonë dhe të lehtësojmë kryerjen e shërbimeve qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe konsumatorëve të Postës së Kosovës. Ndërsa drejtori ekzekutiv i institucionit mikrofinanciar Start, Vebe Zeqiri, tha se me anë të këtij bashkëpunimi qytetarët do të mund të kursejnë kohën dhe parat. Kjo do t'ju ndihmojë shumë që ata ta kursejnë kohën edhe parat me bërjen e pagesave në zyrat postare, sepse e dim që në shtrirje e gjerë është që nuk di që ka institucion apo entitet tjetër që ka shtrirje më të madhe se sa Posta e Kosovës në për territori bile edhe në për disa fshatra të larta. Edhe kështu që edhe klientët tanë apo përfituesit tanë gjenden në për vendet rurale, shumica prej tyre në
në Kosovë. Ky shërbim do t'ju lehtësoj qytetarëve kryerjen e pagesave pasi që posta ka shtrirje të madhe në gjithë territorin e Kosovës. Policia e Kosovës pas një pune operativo-hetimore, si dhe informacioneve të pranuara nga burimet në teren, ka bastisur shtëpinë dhe pronën e një personi të dyshuar në qytetin e Pejës. Gjatë bastisjes janë zbuluar 2 laborator të brendshëm të sofistikuar për prodhimin e bimës së llojit kanabis sativa i pajisur edhe me sistem të nxehjes, ftojës, ndriçimit, ventilimit dhe ujitjes. Policia e Kosovës mbrëm rrethorës 21 ka bastisur shtëpinë dhe pronën e një personi të dyshuar për kultivim të bimeve narkotike në qytetin e Pejës. Gjatë bastisjes brenda shtëpisë janë zbuluar 2 laborator të brendshëm të sofistikuar për prodhimin e bimës së llojit kanabis sativa, i pajisur edhe me sistem të nxehjes, ftojës, ndriçimit, ventilimit, ujitjes e të tjerë. Kjo bastisje nga një siti antidrog në rajonin e Pejës ka rezultuar edhe me gjetjen e një revoleje. Policia e Kosovës në këtë rast ka arrestuar personin e dyshuar BH i lindur me 1966. Si rezultati i operacionit si dëshmi janë sekuestruar 228 bimë të llojit kanabis sativa të gjatësisë prej 5 cm deri 2 metra, një komplet i plastikëve për mbjelljen e bimeve, shiringa, 2 termometra, 2 kanistër të mëdhenj për ujë të 200 litrave, 2 pompa për të rreqje të ujit e të tjerë. Po ashtu policia ka gjetur kuti plastike rizopon, 20 gramshe, kablo elektrike, folje të shtruar me dysheme për mbajtje të ujit, folje të ngjitur për muri për nxehtësi, pako me folje dhe gyp të foljes për aerosje të papërdorura, kuti të dritave me poqa rezervë të firmës Philips, transformator me kablo të rrymës si dhe trafo për transformator të ndriçimit. Ndaj personit të dyshuar me vendim të prokurorit është saktuar ndalimi prej 40 tetoreve për procedurë të mëtejme sipas ligjit. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. I want to give a short statement regarding the tragic incident. Një grua amerikane është vrarë me thikë nga një person që dyshohet se ka të meta mendore në kryeqytetin e Britanisë së Madhe. Të dhënat e fundit nga policia britanike thonë se nuk ka dëshmi se sulmi ka lidhje me terrorizëm. Gruaja e vrarë është shtetase amerikane. 5 të lënduarit e tjerë janë një australian, një amerikan, një izraelit dhe një britanik, ka thënë komisioneri ndihmës i policisë së Londrës, Mark Rowley. Detajet të tjera rreth të lënduarve nuk janë dhënë. Rowley ka thënë se një shtetas norvegjes me origjinë nga Somalia është paraburgosur si autori dyshuar i sulmit, por se nuk kanë gjetur asnjë dëshmi që thonë se është i radikalizuar. E gjithë puna e bërë deri më tash çonte ajo se ky incident tragjik është nxitur nga problemet shëndetësore mentale. Ne besojmë se ky ka qenë një sulm spontan ndërsa viktimat janë zgjedhur rastësisht, ka thënë Rowley. This is there to provide reassurance and safety. Took him to the chair and put the noose around his neck. Irani ka ekzekutuar mbi 20 islamist kur që dyshoj se kanë kryer sulme ndaj forcave të sigurisë, duke nxitur kështu dënimin e grupeve që mbrojnë të drejtat e njerëzit, të cilët thonë se pranimi i fajit nga të ekzekutuarit mund të jetë bërë si pasojë rrëfimeve të detyruara. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA ka thënë se një numër i paspecifikuar i Tahid dhe pjesëtarëve të grupit të xhihadistëve janë ekzekutuar me 2 gusht. Grupet që mbrojnë të drejtat e njerëzit një ditë më pas kanë thënë se në mes të 10 dhe 20 personave janë vrarë. Ata janë dënuar për vrasjen e 2 klerikëve sunit, disa pjesëtarëve të policisë dhe rojeve të tjera, kidnapimin e disa njerëzve të tjerë dhe kryerjen e vjedhjeve me armëzjarre dhe sulme me bomba në Iranin perëndimor, shkruan IRNA. Televizioni shtetëror iranian ka transmetuar ato që i ka quajtur rrëfimet e pranimit të fajit nga pjesëtarët e grupit. Human Rights Watch ka thënë se së paku 10 të burgosur janë ekzekutuar, ndërsa fushata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Iran kanë thënë se 20 të burgosur janë varur. Before he suddenly went silent. Turqia kërcënon se nuk do ta respektojë më marrëveshjen për refugjatët me BE-n nëse nuk miratohet deri në tetor heqja e vizave për udhëtimin e turqëve në vendet e BE-s. Zyrtarët në Bruksel shtrojnë pyetjen a kemi vërtet nevojë për marrëveshjen për refugjatët dhe mbi të gjitha a funksionon ajo. Përgjigja për këtë pyetje nuk është e qartë. Numri i azil kërkuesve dhe i emigrantëve që kalojnë përmes detit nga Turqia në Greqi vërtet ka rënë në mënyrë dramatike që nga 20 marsi.
Por kjo sipas ekspertëve lidhet me faktin se politika e azilit e BE-s mbështetet me mbylljen e rrugës së Ballkanit tek izolimi dhe për këtë arsye ka një efekt parandalues për emigrantët. Edhe vetëm ideja se mund t'i ekstradojnë nga ishuj grek sërish në Turqi duket si ka dekurajuar shumë refugjat që të ndërmarrin rrugën e rrezikshme përmes detit. Po ashtu dhe numri ekstradimeve nga Greqia shumë më i ulët nga se mendonin arkitektët e marrëveshjes për refugjatët në Mars. Nga prilli deri në fund të muajit korrik nga Greqia për në Turqi janë ekstraduar saktësisht 468 vetë. Shtetet e BE-s duhet të dërgonin deri në 4.000 nënpunës për të mbështetur administratën greke. Por deri tani në Greqi janë dërguar vetëm 61 përkthyes, 92 ekspert për azilin, 2 ekspert për ekstradime dhe 66 polic kufitar për dobimet, pra në total 221 nënpunës. Këta janë të mjaftueshëm, tha një zëdhënëse e BE-s, por llogaritjet e para kishin qenë tepër të larta. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione nga vendi e bota, vizitojini webfaqen gazetatribuna.com. Ju falenderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.